mbrëma. Mashallah, është mbushur të qeja ashtu si që na i do zemra, babajt edhe neve të gjithë të dashurve të saj. Të nderuar misafirë, i nderuari udhëheqësi dhe mëshidi tonë, babajli tonë, të nderuar mëhypë, besimtarë dhe dashamir Bektashan, mirë se na erdhët sot në këtë të qetë të bukur të Baba Rexhepit, që ta festojmë ditën e Sultan Evruzit. Dita e Sultan Evruzit është ditëlindja e të Madhit Ali. I Madhi Ali ishte një ndër njerëzit më të parë që ka bërë çmos në fenë muslimane. Ai ishte krau i djathtë i Profitit, kur kishte nevojë, ai shkojti në shtratin e Profitit që ziti edhe njerëzit e keq që deshin t'i bëjnë dëm Profitit, ai nuk i la. Imam Aliu është një shembull i madh që i ka dhënë botës, jo vetëm neve, po gjithë dietarët e kanë thënë atë. Ai ka qenë një burr i fuqishëm, ai ka qenë një burr i mençëm, ai ka qenë një burr që ishte me të vërtetë nga familja e Profitit. Ai ishte bashkëshorti i Hazret Fatimes. Ai ishte i jati i Imam Hasanit edhe Imam Hyshenit. Neve Bektashanët këtë ditë e festojmë me madhështi të madhe. U faleminderoj që erdhët këtu ta festojmë këtë ditëlindje të bukur. Faleminderit juve edhe gjithë të dashurve tuaj. Zoti ju bekoft. Mirëmbrëma i nderuar Mëshidin Baba Eliton Pashaj, mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, miq të nderuar klerik dhe miq të erdhët në të qenë e Baba Rexhepit për të premtuar së bashku ditën e Sultan Evruzit. Faleminderit që Romano Barndill për sponsorizimin e darkës, dhe në gjitha faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj në çdo festë të organizuar të Baba Rexhepit. Në këtë mbrëmje kemi të pranishëm të ftuar që nuk janë pjesë e komunitetit shqiptar dhe më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në anglisht. Good evening to you all and welcome in our Teacher Baba Rexhep to celebrate the holiday of Sultan Evruz. Thank you Baba Eliton for your leadership and guidance. Thank you Mr. Munir Nazifi and the board. And most importantly, thank you the sponsor Romano Grill. Thank you for the volunteers and thank you for all of our guests tonight for their time and their contribution. As in other celebrations, we have a few guests that we'd like to mention their names. We have representatives from the Albanian Orthodox Church, Arnold Mengri and Alexander Fume, Mondi Rakaj, drejtor i Vatrës USA, Renis Mulshaj, he's a lawyer, a candidate for the state of Michigan. Thank you for being here with us. Nderuar kryetari i Këshillit, të nderuar antar, muhiban, motra dhe vëllezër, të nderuar bashkëdhetar, të ju të pranishëm, klerik, miq të ftuar dhe ju të dashur voglush, mirë se keni ardhur në teqen e Baba Rexhepit. Në këtë teqe ka amanet nga të parët tanë, por si gjithmonë zbukurimi i kësaj teqe jeni juve, besimtarët. Faleminderit që ndodheni sot këtu dhe që keni vendosur të përkushtoni kohën tuaj për të përkujtuar këtë ditëlindje të madhe. Të mbledhur këtu në këtë vatër të shenjtë në teqen e parë bektashiane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kremtuar një ditë të bekuar, plot dritë, festën e madhe e Nevruzit, e cila për ne mban një domethënie të veçantë, pasi lidhet dhe me ditëlindjen e Imamit Ali, paqja qoftë mbi të. Simboli i drejtësisë, urtësisë dhe dashurisë hyjnore. Nevruzi është festa e rilindjes, e ringjalljes së natyrës dhe shpresës. Është momenti kur errësira largohet dhe drita fillon të mbizotrojë, ashtu si në zemrat tona duhet të mbizotrojë drita e besimit, e dashurisë dhe unitetit. Në traditën tonë bektashiane,
Kjo ditë na kujton se çdo njeri ka mundësi të rilind shpirtërisht, të pastrojë zemrën dhe të afrohet më pranë të vërtetës. Në këtë ditë të shenjtë, kujtojmë me përulësi dhe respekt figurën e madhe të Imam Aliut, të Baba Rexhepit, të Baba Bajramit, të Dervish Lutos, të Dervish Jusufit dhe të Baba Arshiut, të cilët në përkushtimin e tyre na treguan se në pamjen e tyre na kujtonin Zotin. E njëjta gjë edhe sot kur neve kujtojmë Imam Aliun, kujtojmë profetin ton Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, kujtojmë imamët e 12 dhe duke parë ata, neve gjithmonë kujtojmë Zotin e madhruar. Imam Aliu është shembull për të gjithë ne, sidomos në kohën e sotme kur bota ka nevojë më shumë se kur për paqe, mirëkuptim dhe bashkim. Të dashur të pranishëm, të jetosh në mërgim është një sfidë, por dhe një përgjegjësi e madhe. Ne jemi larg adeut ton të dashur Shqipërisë, por kur nuk jemi larg rrënjëve tona, traditave tona dhe besimit ton. Kjo teqe nuk është vetëm një vend adhurimi, është një shtëpi shpirtërore, një url që lidh zemrat tona me njëri tjetrin dhe me adeun ton, Shqipërinë. Komuniteti ynë në diasporë ka një rol të jashtëzakonshëm. Te këtë, kjo teqe ka treguar për më se 70 vjet. Ne jemi bartës të kulturës dhe të vlerave tona, ne kemi detyrim t'i ruajmë, t'u apërsjellim brezave të rinj, këtyre voglushve që janë e ardhmja jonë këtu. Dhe unë dua të falenderoj gjithë ato familje që sot kanë marrë fëmijët e tyre, niprit e tyre, mbesët e tyre dhe i kanë sjellë këtu në teqe. Ashtu, sikurse të parët tanë, prindrit tanë, byshrit tanë bërën me neve. T'ja mësojmë atyre derën e teqes, t'ja mësojmë atyre ato vlerat e besimit tonë, të kulturës, të mos i lëmë ata që të ngelen e errësirë dhe të kërkojnë zgjidhje të tjera për të gjetur preje shpirtërore. Le t'i mësojmë ata me dashuri, me respekt dhe me krenari për identitetin ton kombëtar dhe fetar. Sot më shumë se kur kemi nevojë për unitet, duke ditur se ç'po ndodh dhe sepse si njerëzit, dhe sidomos njerëzit që janë në mërgim, sulmohen dhe trajtohen me përbuzje. Duhet kuptojmë dhe të kujtojmë diçka se ne kemi vetëm njëri tjetrin dhe askën tjetër. Le të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të nderojmë, të ndërtojmë një komunitet të fortë, të bashkuar, të respektuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi ku jetojmë dhe punojmë me dinjitet. Vëllezër dhe motra, le të ngrënduar në këtë ditë të shenjtë, të lutemi së bashku, le të bekojmë këtë mbrëmje. Let's pray together. O Zoti i Madhërisëm, bekoje këtë ditë të shenjtë, këtë tubimin ton. Sill paqe, dashuri dhe mirësi në zemrat tona. Bekoj këtë sofër që kemi përgatitur dhe bëj atë burim begatije dhe mirësie për të gjithë. Bekoj adeun tonë në Shqipërinë dhe shqiptarët, jepi paqe, përparim dhe unitet. Bekoj të gjithë ata që janë këtu në këtë sallë, të gjithë ata që na ndjekin anë kënd botës, ruaj besimtarët dhe shqiptarët nga çdo e keqe. O i madhi Zot. Bekoj vendin ku jetojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duroj paqe dhe drejtësi për të gjithë njerëzimin. Udhëzoj komunitetin tonë në rrugën e drejtë dhe mbroje nga çdo e keqe. Jepu të gjithë atyre që janë këtu përparësi, begati, jetë gjatë, fatbarësi, lumturi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatiha. Dua të falenderojmë familjen Dylmishi për sponsorizimin e darkës, si dhe Romanos Restaurant me Zotin Gramoz Muçi. Sa i lutem madhi Zoti bekoj të japë përparim dhe mirësi dhe në biznesin e tyre të ri. Gëzuar Sultan Novruzin me paqe, dashuri dhe bekim për të gjithë juve. Faleminderit që jeni këtu. Zoti i Madh urojë juve, familjet tuaja, të keni bekimet e shëntorëve, Baba Rexhepit dhe të gjithë atyre që dedikuan jetën për këtë komunitet dhe për këtë teqe. Faleminderit. Thank you. Me brama, modra dhe vëllezër dhe besimi drejtash janë.
gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Mbrëma, baba, faleminderit për festën. I nderuar kryetari i Këshillit Tegjës Bekashane, nderuar përfaqësues të Kishës Ortodokse. Dear Chief, thank you for coming and join our beautiful community here in Taylor, Michigan. Vi urojmë edhe rinisit fitore në këtë garë që nuk është e thjesht. Ne kemi 3 kandidat, possibly 4, jo se dhe Gjani ditë mushet me një deri në maybe. Kemi 3 kandidat që po garojnë, është mirë me pas përfaqësues të komunitetit shqiptar që na nderojnë. Faktikisht jemi një komunitet aq i madh dhe jemi në përfaqësim në nivelin e shtetit gati krejt pak. Pra ne kemi 3 kandidat që kishën luftë me dalë me votu. Jo se ta nuk ja u kujtojnë, por po ja u rikujtojmë. Renis Dushaj, Suzana Shkreli dhe Robert Dëgjuraj. I dashur baba, ke përshëndetje më të përzemërta nga kryetari i Vatrës Elmi Berishaj, të përshëndet nga shteti i Kosovës shkruaj në për disa ngjarje të tija personale. Ju falenderoj për festën, uroj t'ja kaloni sa më mirë, edhe një gjatë vogël. Jeni me fat që keni këtë baba kaq të rinj. Punon atë shumë herë e marrë. Shumë herë e marrë telefon ku jemi, baba. Jam në Kanada, po organizojmë atje të bëjmë të që tjetër. Tani jam në Australi, po organizojmë kam po ti ban punë si me kanë kryer gjysh. Jo një baba i teje ashtu. Por ne falenderoj për punën tuaj pafund. Zoti ju bekon. Gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Mirëmbrëma dhe gëzuar festën. Mua më quaj Renis Nushaj edhe kam ardhur këtu me ftesën personale të babait. Dhe babai, unë do bëj gjithashtu një kompliment për babain gjithë komunitetit. Babai kur e bëri ftesën e bëri në mënyrë interesante. Mori telefonin dhe unë nuk e kisha ruajtur numrin, me thënë drejtën. Edhe më thjesht më erdhi një numër që nuk e njihja dhe u përgjigja. Babai pa e prezantuar veten tha, e dija që do i përgjigjesh telefonatës. E thash, shiko, unë jam avokatët gjithmonë mundohen të evitojnë telefonatat. Tha, e dija që do i përgjigjesh telefonatës sepse ti je në fushatë elektorale. Dhe ju e tha mezi prisi që do i vinë telefonata dhe kishte drejt. Kështu që unë nuk të evitoja kurrë telefonat përkundrazi, që faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që më mbritët sot këtu ke ju. Unë kisha, si që thash dhe babaj sot, kisha mbase pak të 20 vjetë pa ardhur këtu, sepse herë kur kam qenë fillim fare në TQ baba, kam qenë këtu kur isha akoma student, edhe kishim mbase pak më shumë kohë në duar. Edhe gjatë gjithë saj kohë, pastaj nuk kam pasur mundësi të them, po është i kënaqësi të them këtu. Edhe është kënaqësi që të jem këtu për festën e Nevruzit. Familja ime është familje Bekashani gjithashtu. Edhe unë kisha një gjysh që kisha emrin Dervish. Edhe i gjyshim që vjen nga gjitha zonë që vjen dhe babai, shkonim gjithmonë për festën e Nevruzit, shkonim gjithmonë familjen e tij. Shkonim në Vlorë. E kishim shtëpi nuk e kinoteatri baba. Edhe kur shkonim atje neve na jepnin gjithmonë neve fëmijëve dhe arsyeja si na sillnin brenda ishte për me punën e mbëlsuarve. Na jepnin 2 gjëra. Gjëja e parë që na jepnin ishte sutjash. Edhe dyta që na jepnin ishte kapuni. Që edhe babai e njeh mirë atë. Tani po duke qenë se sot na e ka bërë ëmbëlsira, duke na e ka bërë gramozi, ata nuk na kanë bërë as kapuni as sutjash baba duket. Kemi sutjash, okay, mbaroj. Atëherë unë juroj dhe ta kthej pak në anglisht për 2 minuta, po juroj gjithë dhe gëzuar festën. Juroj gjithë komuniteti sukses dhe vit mbar. Kjo është festë e rëndësishme për gjithë neve sepse është tamam ashtu si thotë babai, fillimi i pranverës, fillimi i vitit, rinimi i gjithçkaje. We are living in extraordinary times in this country, and as Albanians we recognize extraordinary times when we see them, because we've lived extraordinary times for decades and centuries. And the only way to meet extraordinary times is to do extraordinary things. And to me, what is extraordinary about this community is the return to basic principles. And basic principles are exactly this, what I see here, which is sitting together, joining effort, and accomplishing the things that we need to accomplish going forward for the benefit of this community. That's why I'm running. That's why my friend Suzy Shkreli is running for office. That's why my friend Robert Dëgjuraj is running. And we're running for these offices to accomplish what hasn't been accomplished in a long time in this community, which is representatives from our midst, something that we haven't had in these positions. So I'm asking you to join us, not just myself, join all 3 of us, join yourself,
and make sure that this happens. So congratulations. Enjoy this evening. It's so good to meet so many familiar faces, and those of you whom I don't know, I hope to be able to meet you, to earn your support, to earn your vote, to earn your trust, and to work together for as long as God has given us on this earth. Thank you so much. Zuarfest. Mirëmbrëma, e dashur Babelitoni, të nderuar pjesëmarrës, unë jam Aleksandër Kume, presidenti i Kishës Ortodokse Shqiptare Shenjta Majt. Është një nderë i madh për mua të jem sot këtu në këtë ditë të veçantë Sultan Nevruzit. Në emër të komunitetin tonë, ju falenderoj nga zemra për mikpritjen dhe dashurinë tuaj. Babelitoni është një personalitet i nderuar dhe një klerik i respektuar që gjithmonë ka treguar dashurinë për Shqipërinë dhe ka mbështetur komunitetin tonë. Ne, edhe pse nga besim të ndryshme, them të njëjtat vlera. Dashurinë për Atleun, për Zotin dhe për njëri tjetrin. Gëzuar Sultan Nevruzin dhe Zoti ju bekoftë të gjithëve. Pas shumë kohë kemi shqip Shahin. First time take care. Chef, thank you for being here. It's very nice to see you. Isa Shahin është shefi i policisë Dirbanit, të rrjet në një familje shqiptare nga Egjipti. Ka qenë shumë të afërt me familjen e babas së ri Çoçollit. I'm very happy to see you here. Thank you for being here. God bless you. My name is John Gochi. I grew up in this picture here, 9 years old. First came to America. This was the first dinner we came with the family. Ship? But all right, ship, but in 40 pak trash. Kjo te që u kon vendi i parë se na përbarë në Amerikë në 79 se jem rrit këtu. Kom roja të thellën të teqe. Me baba në Recep, baba jam dhe këtu shumë kohë me ta. Edhe i lakët të mija jetojshin banesat në parking lot që në banesat. Besoj se hala e keni. Ky van është i mrekullueshëm, më kënaq zemrën me i pa gjithë ju të sonte, edhe i pa dëftyra se si kum pa shumë kohë. Faleminderit juve si jeni ardhur këtu me majtë të qendër gjallë edhe të fortë. Suzana Shkrelio ka kandidat për Secretary of State. We are a very strong community, but we have no voice in Lansing, we have no voice in Washington. So we gotta help each other to get a voice in there, because if we need help, jag missade anglishtabet, funny. Do të minimu një i tjetrit, mos më ish minimu bile mos të bloko rrugën. Ma filo shamë këtu. Zoti bekoftë, faleminderit së rënjushit se ardhë me në rrusonte. Baba Eldian, faleminderit se e ka marrë traditat se duhet, faleminderit spejtje dhe tana herët keni mu gjdarë se të kom thirë, në ta di për nërë dhe së të harrën. Faleminderit gjithë.